Ku ishte folur kjo beslidhje e re, vëlla motër, që unë lutem atë që ti ta kuptosh dhe të kesh një dëshmi në zemrën tënde. Beslidhja e re që neve themi. Okej, le ta shikojmë beslidhjen e re. Dhe ka një kontekst shumë të rëndësishëm në atë beslidhjen e re, lavdjatit, që unë lutem atit që ti të kesh një dëshmi në zemrën tënde. Unë e di që normal që shumë prej sot nuk duam të shikojmë shkrimin apo të mësojmë apo jo, unë dua dal tash a kam atë euforinë, a kam atë karizmatikën, a më thua në një gjë që mua më përket, tash unë dua të marr edhe vëlla motër që ti të marrësh prej shkrimit të gjë më e rëndësishme, ta mbjellësh fjalën e tia, thot në Jakovi 1, që është në gjendje të shpëtojë shpirtrat tonë, është fjala, cila ishte ajo fjalë me qëra fjala. Cila ishte ajo fjalë që po thotë në Jakovi 1:21. Ta mbjellim fjalën. Pastaj thot në vargu 25 thot, ndërsa ai që ngulmon në ligjin e përsosur. Dhe ja me një shikojmë që ajo fjala ishte ligji i tij i përsosur që neve duhet të ngulmojmë lavdjatit që është në gjendje ta shpëtojë shpirtrat tanë. Përse në Luka 22 thotë do t'i shikojmë vargje, thotë Mesia thotë zbato urdhrimet thotë dhe do hysh në jetë thotë. Do hysh në jetë. Nuk e ka fjalën për vullosin e frymës së shenjtë. Nuk e ka fjalën për atë vëlla motër për themi neve rilindja. Rilindja ndodhi në momentin që fryma e shenjtë erdhi lavdjatit dhe të pastroi nga mëkatet e kaluara që kishte bërë deri në atë moment. Ai është pastrimi. Por pasaj dishiplizimi, transformimi dhe në këtë rast në konformitet me karakterin e atit që u shpreh tek Mesia është një rrugë që vazhdon në jetën tënde. Po që vazhdon me çfarë? Duke shkelur ligjin e tij, duke ecur në mëkat, që mëkati është shkelje e ligjit të tij. Vëlla motër, janë urdhrimet e atit që na transformojnë jetën tonë, sepse na mbajnë në rrugën e ngushtë, e thash pak më përpara, duke mbajtur urdhrimet e atit, ti nuk mëkaton, po ecën drejtësisht për lavditë të tija. Le ta më fal atë për beslidhjen e re ku ishte profetizuar. Beslidhja e re. Më falni, kam diku këtu, përse nga që ka plot shkrime edhe. Po, kjo është beslidhja e re. Cila është beslidhja e re? Lavdijemi të tija. Okej, janë disa shkrime që dhe duhet i shikojmë vëlla motër, duhet i shikojmë sepse janë të mira, fjala e tij është e mirë, lavdijemi të tija. Okej, le ta shikojmë vëlla motër. Ne shumë herë themi që jemi në beslidhjen e re apo jo. Çfarë do të thotë? Çfarë kuptimi ka vëlla motër për ty dhe për mua? 2 Korintasve 3:4 deri në 6 thotë dhe në këtë besim ne kemi në Elohim me anë të Mesias, lavdjatit. Çfarë kemi? Kemi besimin tek Ati me anë të Mesias Jashuas, Krishtit që themi. Kemi besimin tek Ati thot me anë të Tij. Jo se jemi të aftë prej vetiu të kuptojmë në një gjë sikurse vjen nga vetja jonë, thot apostulli, por aftësia jonë vjen nga Ati Elohim, i cili na bëri të aftë të jemi shëbëtorë të beslidhjes së re, lavdimit të tij, na bëri të aftë thot. Ai ishte ideja në këtë rast dhe na përcaktovi thot që masandaj të na jepte këtë hir lavdjatit që të ishim shëbëtorë të beslidhjes së re. Jo të shkronjës, përse të shkronjës, sepse ajo beslidhja më përpara u vendos në malin Sinai me anë të shkronjës. Ishte ajo kontrata që Ati bëri me popullin e tij. Por tani thot kjo beslidhje e re thot u bë me anë të frymës, lavdjatit. Sepse shkronja vret, por fryma jep jetë. Le ta shikojmë këtë shkrim sepse më njëherë marrim kundra. Çfarë do të thotë vëlla motër shkronja vret? Zemrimi ati ligjit, sepse neve kishim shkelur urdhrimet e Atit, në këtë rast na çonte në vdekje. Shkronja vret e ka fjalën që ligji në këtë rast zemrimi i tij, paga e mëkatit është vdekja thot. Por fryma jep jetë.
Fryma si jep jetë, do ta shikojmë në Romakët 8 si jep jetë. Fryma jep jetë vëlla motër ku neve ecim jo sipas mishit, po jo. Jo sipas mishit, mishi çfarë është? Mishi përcakton ecjen e mëkatit. Mëkati çfarë është? Shkelja e ligjit. Çfarë thot në Romakët 8, vargje 6 deri në 8? Do t'i shikojmë më vonë. Konteksti që po flisja vëlla motër, që apostulli Shaul thotë që tani thotë ne na bëri pjesë, thotë jemi të aftë si shërbëtor të beslidhjes së re. Beslidhja e re. Cila është beslidhja e re? Le ta shikojmë ku ishte folur ajo beslidhja e re. Ja do të vinë ditë, thotë Jahve, në të cilat do të vendos një beslidhje të re. Do të vendosi një beslidhje të re, vëlla motër. Me kë? Do të vendosi një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Do të dyja janë mbretëri të vëlla motër. Mbretëria e veriut ishte mbretëria e Izraelit. Mbretëria e Judës nga ku doli, në këtë rast nuk kemi luanin e Judës, nga doli Mesia, ishte mbretëria e Jugut. Ati i ndavi në këtë rast. I ndavi para se të shkonin, për shembull mbretëria e Jugut shkoi në Babiloni për 70 vjet, sepse nuk zbatonin urdhrimet e Atit, që ishte sabati tokës, pushimi i tokës në vitin e 7, dhe në këtë rast shtëpia e Izraelit, që ishte mbretëria e veriut, masandaj u hyri në kaptivitet nga Siria dhe nga kombet e tjera që Ati solli. Tani, ti çfarë shikon në ekranin tënd? Që beslidhja e re me kë ishte vëlla motër? Që apostulli Shaul Pali thot na bëri të aftë të jemi shërbëtor të beslidhjes së re. Unë thot, do vinë ditë, thot Jahve, në të cilat do vendos një beslidhje të re me kë? E shikon vëlla motër që ka të bëjë në këtë rast beslidhja e re u vendos për ta, që ti dhe unë tani u bëm pjesë e kësaj beslidhje të re, e shikon kontekstin, e shikon harmoninë në këtë rast që ti dhe unë u bëm pjesë e kësaj beslidhje që ishte dhënë për ta, vëlla motër. Jo beslidhja që ka vendosur, thot, me etrit e tyre ditën kur i nxora për dore për të nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata shkelën beslidhjen time. Ata e shkelën, Ati thot, do vi dita që unë do bëj një beslidhje të re. Përse? Sepse kryepriftëria e përsosur në Mesian Jashuan, që ai është në këtë rast ndërmjetësuesi i kësaj beslidhje së re, thot, Ati thot, unë atë birin tim do ta sjell në atë kohë. Dhe do vendos të beslidhje të re, sepse etrit tuaj, thot, që unë i nxora, i tregova mirësinë time, thot, e shkelën beslidhjen time. Ndonë se unë isha Elohimi i tyre, thot Jahve. Por kjo është beslidhja që unë do vendos me kë? Me shtëpinë e Izraelit, dhe këtu e flet me shtëpinë e Izraelit, që Izraeli i përgjithshëm tani. Kur thotë shtëpia e Izraelit, vëlla motër, ka fjalën që është mbretëria e veriut. Janë disa gjëra teknike që masandaj i lëmë janë. Por kjo është beslidhja që unë do vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve, thotë Jahve. Çfarë do bëj? Do ta shtije ligjin tim në mendjen e tyre. Do ta shkruaj mbi zemrën e tyre. Dhe unë do të jem Jahve i tyre dhe ata do të jenë populli im. I kujt? I shtëpisë e Izraelit dhe Judës, me pak fjalë, kombin e Izraelit, që Ati kishte vendosur në këtë rast të vendosi beslidhjen e re. Çfarë do bëj? Thot, do ta shtije ligjin tim në mendjen e tyre, do ta shkruaj mbi zemrën e tyre. Për çfarë? Që neve ta anullojmë, që ne të mos ecim, e kemi në zemrën tonë, e kemi të shkruar brenda. Në momentin që ti besove tek Mesia Jashua, Ati në çfarë? Në këtë rast vendosi ligjin e tij në zemrën tënde. E shkrojti në zemrën tënde që ti ta praktikosh, se përse neve kemi bindjen që po ecim në mëkat, sepse është ligji që është shkruar në zemrën tonë, vëlla motër, që sjell dëshminë që neve apo ecim mirë apo keq. Ai ligj në zemrat tona po sjell dëshminë, është radari, është ajo ndërgjegja që themi neve që na bind. Përse? Sepse ligji në këtë rast sjell mirësinë e Atit, karakterin e tij dhe të bind. Nëse neve po ecim mirë apo jo. Pastaj thotë, ata nuk do të mësojnë se cili të afërmit të mi. Kujt ata? Në këtë rast, kush ishte shtëpia e Izraelit dhe Judës, që ishin kombi i Izraelit, thotë ata nuk do të mësojnë se cili të afërmit të tij dhe se cili të vëllait të tij, duke thënë njihni Jahven, sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli deri tek më i madhi, thotë Jahve. Dhe kjo deklaratë, vëlla motër, i përket në këtë rast të 1000 vjeçarit.
sepse thotë në atë ditë të gjithë do më njohin, thotë. Tani, dhe kjo është e lidhur me Ezekielin 36, Ezekiel 36 flet për që do heq çfarë? Zemrën prej guri, apo jo? Do të jap një zemër prej mishi. Kemi neve zemrën prej mishi në këtë rast të përulur, që të zbatojmë të gjitha urdhrimet dhe dekretet e tij, thotë, sepse në vargun më vonë thotë, do të vej që ti të ecësh në të gjitha dekretet dhe urdhrimet e mia. Ne sot nuk i praktikojmë gjërat më esenciale të urdhrimeve të Atit. Ligjin e tij e kemi anulluar në teologji në seminare, si në këtë rast qenë ka jo zemër prej mishi. Ne Ezekieli 36 vëlla e motër po flet në të njëjtin kontekst që unë kam nënvizuar për 1000 vjeçarin, në atë ditë kur do hiqet mishi, thot, zemra prej, në këtë rast jo mendja mishore ka fjalën, mishi që nuk do të zbatojë ligjin e Atit. Masandaj thot, ju do ecni në urdhrimet në festat e mia, thot, në atë ditë në 1000 vjeçarin, sepse janë të përjetshme. Në atë ditë thot, do të më njohin të gjithë, nga i më i madhi deri te më i vogli. Sepse unë do t'ja fal pa udhësinë e tyre, dhe nuk do t'ja kujtoj me mëkatin e tyre, lavdjati. E shikon vëlla motër atë që po të thesha pak më përpara, që beslidhja e re, që neve jemi tani me anë të gjakut të Mesias. Mesia erdhi për të paralizuar këtë beslidhjen e re, sepse erdhi në shtëpinë e çfarë? Erdhi në delet e humbra të Izraelit, a nuk tha Mesia. Po, lavdjatit, pasaj ju dha apostujve lajmin e mirë të kësaj beslidhje të re, të mbretërisë që po vjen, që të përhapesh ndaj kombeve, që ti dhe unë u bëm pjesë. Pa që thjeshtë, kur ti ke hyrë në beslidhjen me ta, në beslidhjen e re, përse neve duhet jemi rebel, vëlla motër? A nuk na tha Romakët 11 që masandaj keni kujdes, sepse dhe ndoshta pasaj dhe ju këputeni? Përse? Sepse thot për shkak të, në këtë rast të mosbindjes, mosbesimit apo jo. Disa prej tyre në këtë rast u këputën që ju të shartohesh, që tha, po fliste për beslidhjen e re që na bashkovi ne tani me popullin e Izraelit. Lutem Atit që të kemi një zemër, vëlla motër. Lutem Atit që të kemi një zemër të ecim në shkrimin e vërtetë, dhe jo të tërhiqemi në çdo lloj mësimi. Dëgjova atë, sepse ai përmendi, ajo përmendi me çdo ajo. Shkrimi nuk ka thënë që duhet të dalin mësuese, ato janë fryma të rebele. Nuk ka dhënë gjëra të tilla. Dalin në Amerikë apo i ke në Shqipëri apo në çdo vend të botës. Beslidhja e re, vëlla motër, shiko çfarë thotë. Për këtë arsye ai Mesia është ndërmjetësi i beslidhjes së re. Mesia do thotë Hebrejnë 9:15. Ai Mesia në këtë rast, Jeshua Mesia, është ndërmjetësi. Ndërmjetësi pse? Sepse ai do restaurojë lavdjatit, ai do restaurojë nëpërmjet fuqisë së frymës shenjtë, nga autoriteti që Ati dha, do restaurojë të 12 fiset e Izraelit që janë shtëpia e Izraelit dhe shtëpia e Judës. Këto tani janë shpërndarë në përbotë, vëlla motër. Prandaj ta thot Jakovi 1, të 12 fiseve të Izraelit që libri Jakovit ishte shkruar, dhe neve marrim, mos jemi dëgjues të fjalës, po jemi berës. Të kujt fjalë? Të ligjit të përsosur, që apostulli Jakov po i fliste të 12 fiseve të Izraelit ishin shpërndarë në diasporë. Në këtë rast, përshëndetje vëllezër, motra po i thoshte, apo jo? Shikoj vargun e parë. Të njëjtën gjë në letra e Pjetrit e parë. Kush ishin shpërndarë? Të zgjedhurit e tij në Kapodi, në këtë rast në diasporë, në të tërë vendet, në këtë rast fliste për Turqinë e tanishme, Turqinë perëndimore, kur judejt ishte shpërndarë. Lajmi i mirë i mbretërisë ishte fillimisht për ta, për Izraelin, vëlla motër. Pastaj u bë edhe për ne. Por nuk është vetëm për ne, siç e bëjmë tani, ne jemi kisha. Ne tani nuk kemi të bëjmë pjesë me Izraelin. Çfarë ti në këtë rast si drejtues apo çdo një person që është keq mësuar, çfarë po thotë? Po thotë që tani në këtë rast ndërmjetësuesi i që beslidhjes së re, ai Mesia Jeshua në këtë rast, ai është vetëm për mua, ai erdhi për mua, nuk ka të bëjë fare pjesë me Izraelin. Ti në këtë rast po anullon popullin e tij, që vetën e Romakët 11 thot Ati është në gjendje të i shartoj përsëri. Nuk ka mbaruar me ta, nuk ka mbaruar me ty,
vlla motër, dhe me mua, po ngulmo, nuk kam mbaruar me botën akoma. Le të shikojmë ato dy shenjat e tjera, po flisim për shenja. Ne zbulesa 14, çfarë kemi? Kemi Babiloninë, kemi Bishën, kemi sistemin botëror, kemi paudhësinë, kemi festat pagane. Qyteti madh. Shiko, kemi qytetin e të ligut, Babiloninë, masandaj ati ka qytetin e tij që do zbresin atë ditë. Është qyteti i tij në këtë rast ajo vepra e përsosur që do ta zbresi në 1000 vjeçarin, është sa pothuajse si përfaqja e Amerikës, 2300 km2, ta thot me detaje, zbulesa 21. 12000 stade. Po ti përkthesh në kilometra, dalin të njëjtë gjë. Ha vot. Ha? Çfarë? Amaris, të lutem merr një, Amaris, merr një kiu të lutem. Dy shenjat vëlla motë që shikon e zbulesa 14. Thot një engjëll i tretë erdhi në këtë rast për të dhënë apostullit Gjonit, erdhi për të dhënë çfarë në këtë rast profecitë që vazhdonin, thot. Nëse ndokush thot aduron bishën e figurën e saj, kush ishte bisha? Bisha ishte në vargu 8 apo jo? Babilona, qyteti, sistemi botëror, elitët sot apo çdo manipulim që ndodh në botë nga krerët e tokës, është Babilonia. Është Satani, sistemi i tij që kur Mesia u tundua, në këtë rast u testua në shkretëtirë. Çfarë ai tha? Çfarë tha vëlla motër? A nuk tha që duhet të rrojmë me anë të urdhërimeve të Atit? A nuk tha që neve duhet të adhurojmë vetëm Atin Elohim? A nuk na drejtoi tek ai vëlla motër? Kur në Mateu 4:4 ne shikojmë deklarimin që bën në harmoni që po na drejtonte në ligji për 33, që njeriu të rrojë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim. Çfarë fjalë ishte në ligjin e për 33? Ishte në urdhërimet e Atit që kishin dalë nga goja e tij apo jo? Një. Tani, kur tu shikon sistemin botëror, kur ti shikon në këtë rast dy shenjat, dhe siç thashë kemi dy qytetet dhe për të hyrë në qytetin duhet të kesh një shenjë. Bota sot ka shenjën e Babilonisë të çfarë të bishës së figurës së saj dhe çfarë merr thot damkën mbi ballin e vet, mbi ballin, na nuk e pam në ligjin për 36. Ku zbatonte urdhrimet e tija, në këtë rast kishte shenjën në dorë dhe pasandaj në midis syve apo jo. Ja ku kemi shenjën nga ana e kundërt, damkën e Satanit thot mbi ballin dhe mbi dorën, në të njëjtën pozicion, në të njëjtën vend, që shikojmë që Ati dëshiron që ti të kesh shenjën e mirë, Satani në këtë rast do që të vej shenjën e tija. Dhe kjo ka qenë betejë që në fillim vëlla motër. Si në jetën tënde dhe ku nuk ishe në besim, dhe tani që në këtë rast ndoshta nuk je mirë me Atin dhe ka shumë prej jush që është alarmante vëlla motër, unë lutem Atit që të dalim dhe unë po lutem dhe po vajtoj për këto gjëra. Por vëlla, në këtë rast nëse nuk ke atë dëshirën për të lexuar shkrimin, nuk ke dëshirë për të mësuar me vëllezërit e motra, nuk ke dëshirë të zbatosh urdhrimet e Atit. Mos u bëj krenar për juve vëlla motër dhe them me gjithë për ulje, mos bëhemi krenar ndaj sepse dikush ka besuar në këtë rast në Mesia Jeshua dhe është më mirë që ai që nuk në këtë rast nuk lexon Biblën që ka besuar koma përpara. Ti që ke besuar tek Mesia Jeshua, po praktikon urdhrimet festat të Atit biblike? E dim që ka vëllezër që janë në këtë rast që janë larguar nga besimi dhe kanë shijuar në këtë rast dhuntit e qiellit thot shkrimi. Dhe se kanë marrë në këtë rast kishin marrë në këtë rigjenerimin apo rilindjen kur kishin besuar. Por për shkak të kënaqësive, për shkak të çdo manipulimit të Satanit, të Babilonisë, nuk kanë me dëshirë dhe zell. Ata në këtë rast kanë rrugën e tyre. Nëse nuk pendohen, nuk do hyjnë në portat e qytetit. Por ti në këtë rast që ke besuar, a nuk të takon gërmimi dhe në këtë rast kërkimi të shikosh, të zbatosh urdhrimet festat të Atit, sepse nuk të bëjnë më të mirë se ai që është në mëkat, sepse mëkati është shkelja urdhrimeve, shkelja e festave të Atit.
prapë është ai mëkati. Nuk është mëkati vetëm në një strukturë të vetme. Po ja, mëkati është vetëm te kepshi. Mëkati është ja sepse unë u zemërova dhe po në zemërim, apo ku ta di unë, apo vazhdimi të gënjesh, apo nuk është vetëm mëkati në ato aspekte. Urdhrimet e Atit nuk janë vetëm në ato aspekte, vëlla e motër. Ka urdhrimet të tjera që ai na ka dhënë, ka na shkaluar ignorancën tonë, si për ty dhe për mua. Tani na thërret të gjithë në pendim. Në pendim. Pikrisht në letrat e Pjetrit, po i drejtoshe judejve. Ndokush adhuron bishën, figurën e saj, merr damkën mbi ballin e vet, mbi dorën e vet, do të pijë ai nga vera e zemërimit të Elohim. Zemërimit të Elohim. Në Gjoni, mos gaboj, në Gjoni 3:36 thotë, ai që nuk i bindet virit të Elohim, Mesias Jashua, so zemrimi i Atit qëndron mbi te. Ai që nuk i bindet. Si i bindesh ti, vëlla e motër, sepse unë flas me shumë prej jush, erdha në Shqipëri, komunikova, mundoja të kisha një miqësi për të treguar rrugën e mirë, shenjën e mirë të Atit, por kemi atë fetarizmin dhe i përmbledhim të gjitha gjërat masandaj. Unë po unë besoj, po të përmende emrin e Tij dhe unë jam në rregull. Jo sepse ti dhe unë përmendim emrin e Mesiat jemi në rregull, vëlla e motër. Ka plot sekte, ka plot fe të tjera që mund të përmendin emrin e Tij. Është ecja jonë, janë frutet që zbatojmë, festat e Tij, urdhrimet e Tij që përcaktojnë ku jemi me Atin. Dhe unë lutem Atit sepse shumë për ju motrave jeni në këtë rast në shërbesë apo jeni gra pastorësh. Shikoj ecjen tënde, vëlla motër. Shikoj ecjen tënde për ju motra. Sepse ai ka në këtë përgjegjësinë përpara Atit. Por jesë ti e gruaja e Tij. Merr përgjegjësinë tënde të nderosh Atin Elohim, sepse ti do japësh përgjigje dhe do japësh përgjigje për veten tënde. Do japësh llogari për gjërat që ke praktikuar. Është alarmante, është vërtet shqetësuese gjërat që vazhdojmë të praktikojmë në Shqipëri edhe përtej. Normal që ka mësime se do dalim dhe në italisht dhe në anglisht edhe. Por për atë vaj që Mesia në këtë rast ka dhënë për të folur urdhërimet e Atit për ta nderuar Atin e Tij dhe normal që Mesia na dha disa urdhërime, lavdjate që duhet t'i mbajmë, por duhet të shkelim urdhërimet e Atit, vëlla motër. Kur Mesia vjen të thotë në Mateu 5 që të mbash urdhërimet e Atit, thotë, asnjë pikë, asnjë jote e ligjit nuk do të kalojë, thotë. Do mësohet në 1 vjeçarin. Unë do jem, thotë, mbret mi mbret, unë do jem kryeprifti, thotë, i asaj shërbesës që do jap Zadokut. Priftërisë në atë kohë, në tempullin e vërtetë, që do ndërtohet, që ka fletë Ezekieli 40 deri në 48 me detaje. Sa gjëra janë shtrembruar, janë lënë me njënë. Kur jemi të pjesëm, vëlla motër, kemi një rritje frymërore të pjesme, pjesa tjetër zaptohet nga ligu, nga Damka dhe emri i saj. E të shikojmë shenjën e mirë, ja ku ke shenjën e mirë. Ja ku ke shenjën e mirë. Thua qëndrueshmëria e shenjtorëve, qëndrueshmëria, rezistenca, të qëndrosh ndaj kujt, ndaj Babilonisë. Ky ka qenë gjithmonë mesazhi, vëlla motër, je me Atin urdhrimet e Tij, reziston të ligun, Babiloninë, tra sistemin e botës. Tu është rezistenca, qëndrueshmëria e atyre të veçuarve, të këtyre besimtarve. Tu janë ata që zbatojnë çfarë? Urdhrimet e Atit Elohim dhe kanë besimin tek Jashua, tek biri i Tij. Ja ku ke shenjën e mirë. Ja ku ke shenjën e mirë në këtë rast kur mban urdhrimet e Atit dhe besimin tek biri i Tij. Mëse e thjeshtë, ta thot hapur as i shkrimi, urdhrimet dhe besimin ishte konteksti që apostulli Shaul Pali fliste gjithmonë. Në Romakët 3:30-31 fliste për besimin, fliste për urdhrimet, fliste në këtë rast për të mos u manipuluar nëpërmjet traditave apo sekteve të ndryshme që vinin në këtë rast urdhrimet e Atit si vulosje për frymën e shenjtë. Ndërkohë, mbani urdhrimet të shpëtoheni. Pastaj alarmoshe apostulli Shaul thoshte, janë këto gjëra që
që po dëgjoni, thot, kjo është një ungjil tjetër, thot, që kanë mashtruar. Galatasve, ishte konteksti që ne jemi vullosur, thot, me anë të frymës së shenjtë, në momentin kur besuam tek Mesia Jashua, duke qenë në tras ndërmjetësuesi i besëlidhjes së re të shtëpisë së Izraelit, sapo e pam pak më përpara, besëlidhja e re që ati kishte vendosur në këtë rast dhe ai është ndërmjetësuesi i besëlidhjes së re, dhe biles thotë ai u bë shpërblimi i shkeljeve dhe atyre thotë që kanë shkelur në besëlidhjen e parë. Ja ku ta thotë, besëlidhja e re dhe besëlidhja e parë. Ky është konteksti, vëlla motër. U ishte një besëlidhje të parë që ati bëri me etrit e tyre, por ata e shkelen. Por thotë dhe Mesia thotë do jetë çfarë? Shpërblimi thotë dhe shpangimi, ata do shfaqsohen thotë dhe ata që kanë kryer thotë shkeljet ndaj besëlidhjes së parë. Që dhe thot, ata thot janë të thirrur të marrin premtimin thot e trashëgimisë së përjetshme. Në këtë rast ajo ringjallja që Mesia do na bëjë vëlla e motër për të hyrë në portat e qytetit. Ky është mesazhi i lajmit të mirë. 1000 vjeçari që po vjen. Përmendëm urdhërimet dhe besimin tek Jashua, a nuk e pam pak më përpara kur folëm për shenjen, për të hyrë në portat e qytetit, ishin urdhërimet e tija që na jepnin të drejtën apo jo. Vazhdojmë tek shkrimi, vazhdojmë tek Ezekieli 20, kur folëm në fillim të në Eksodi 31, që sabati është, festat e tija çfarë, janë një shenjë për popullin e tija, thotë, shenjtërojeni çfarë, veçojeni sabatet e mia, festat e mia vëlla motër. Përmenden shumë herë sabate janë festat e tija biblike. Në Levitiku 23. Çfarë? Festat e Atit thotë janë një shenjë midis meje dhe jush thotë Ati. Festat e tija, çfarë janë një shenjë, ja ku ke shenjat e mira. Kur zbaton festat e Atit, ke shenjën frymërore të Atit thotë. Është besëlidhja e përjetshme. Festat e tija janë të përjetshme. Psalmi 119 thotë që urdhrimet tënde ke vendosur për jetë. Po të shikosh kontekstin që në Levitiku 23, në Eksodi 12 flet për të tëra festat e Atit, specifikisht për 8 festat e tija, flet që ato janë të përjetshme. Përse? Sepse duke filluar nga 1000 vjeçari do t'i zbatojmë. Do mbajmë sabatin, do mbajmë Pashkën, do mbajmë festat e tija në 1000 vjeçarin. E di që kjo gjë është çik alarmante dhe çik e re për ty. Po ja shkrimi vëlla motër, po ta marrësh shkrimin si shkruhet lavdiati, për fjalët që ai thotë, vet Ati Elohim që na thotë, këto është besëlidhja e përjetshme, është një shenjë e përjetshme midis meje dhe jush, atëre kur është e përjetshme, është e përkohshme, përjetësisht thotë, për jetë thotë, për nga hera, për gjithmonë e ke vendosur fjalën tënde në qell apo jo, Psalmi. Por thot bitë kushë, ata etrit thot që shkelën besëlidhjen e parë, u rebeluan kundra meje dhe nuk ecën sipas statuteve të mia, sipas festave të mia ka fjalën. Dhe nuk respektuan dekretet e mia për t'i vënë në jetë, duke respektuar të cilat njeriu do të jetojë nëpërmjet tyre. Njeriu do të jetojë nëpërmjet çfarë? Festave, dekreteve të mia, do të jetojë as pjesë e jetesës tonë, në ecje në drejtësi vëlla motër. Por çfarë thot përdosën sabatet e mia? Festat e mia ka fjalën. Kështu vendosa të derdh mbi ta tërbimin tim dhe të shfryj mbi ta zemërimin tim në shkretë të tjera. Ati ka vendosur të përjetshme shenjat e tija, festat e tija, që neve çfarë? Njeriu që do t'i bëj ato, njeriu duke respektuar, duke zbatuar ato, do të jetojë nëpërmjet tyre. Çfarë tha apostulli Shaul Pali? Shaul e ka emrin e tij të vërtetë. Apostulli Shaul çfarë po thot? Sepse me anë të ligjit thot askush nuk shfaqsohet përpara Elohim thot. Ishte konteksti që në kapitulli i parë, dhe ky ishte konteksti Galatasve, që me anë të veprave thot, duke bërë vepra të mira, ja unë nuk po gënjej, nuk po vras, nuk po bëj këtë, nuk shfaqsohesh përpara Atit Elohim, të duhet Mesia vëlla motër. Të duhet besimi që ta shpresh në sakrificën që Ati beri, në këtë rast në kryq
dhe ti duke shprehur besimin tek ai, thot, atëre do shfaqsohesh e ka fjalën, do vulosesh me frymën e shenjtë të premtimit, do marrësh premtimin për ata që kërkojnë atin, thot, do rilindesh e ka fjalën, vulosja e frymës së shenjtë. Ky është shfaqsimi. Pastaj rruga që neve ecim që bëjmë gjatë kohës, është një rrugë që neve na kërkohet të ti tregojmë nder dhe lavdi dhe zbatimin e urdhrimeve, fjalën e Atit. Që të marrim të mirat e Tija, të mbrohemi, të kemi besimin e plotë, fjalët e urta thot, ki besimin me gjithë zemër, por thot, mos harro mësimet dhe urdhrimet e mia, thot Ati, sepse ato t'japin jetë dhe paqe, nëpërmjet të cilave njeriu do të çfarë? Duke i zbatuar ato, njeriu do të rrojë nëpërmjet tyre. I drejti do të rrojë me anë të besimit, Habakuku, profeti Habakuk, në këtë rast, flet haprazi, i drejti do të rrojë nëpërmjet besimit. Apostulli Shaul po thotë, çfarë? Nuk po thotë diçka të re, po thotë profetët. Përse përmend profetët? Përse përmend në këtë rast shprehje të caktuara, që në këtë rast do të rrojë nëpërmjet besimit? Por ligji thotë nuk është nga besimi, por njeriu që do t'i bëj ato, do të rrojë nëpërmjet tyre. Njeriu që çfarë? Do të bëj veprat e ligjit, do të rrojë nëpërmjet tyre. Çfarë po përmendte? Po përmendte Ezekielin, vëlla motër. Ezekielin po përmendte apostulli Shaul. Njeriu do të rrojë nëpërmjet tyre, do të jetojë nëpërmjet tyre. Nëpërmjet festave të Atit, lavdërimit të Tija. Zbulesa 3. Dhe engjëlli i kishës së Filadelfia shkruaj këto, thotë i shenjti, thotë i veçuari, i vërteti që ka çelësin e Davidit. Po thotë për Mesian, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll dhe askush nuk hap. Unë njoh veprat e tua, ja të vura përpara një derë të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyllë, po i thotë në këtë rast drejtuesit të kishës së Filadelfia, në këtë rast në Turqinë perëndimore të asaj kohe. Sepse thotë e ke pak forcë dhe e ruajte fjalën time. Kë fjalë po ruante urdhrimet, festat e Atit, dhe nuk e mohove emrin tim në të njëjtën kohë. Dhe unë do dorëzoj disa nga sinagoga e Satanit që e quajnë veten judej, thotë. Ja, po e fliste popullit të Tija. Po e fliste judejve. Dhe që nuk janë, thot, por gënjejnë. Dhe ja, unë do të bëj që të vinë të bien përmbystur përpara këmbëve të tua. Dhe do të njohin se unë të kam dashur. Sepse çfarë? E ruajte fjalën e durimit tim, dhe unë do të ruaj ty, thot, nga ora e sprovës që do të vijë mbi të gjithë botën. Mundimi i madh. Ora e sprovës, shtrëngimi i madh. Duke ruajtur urdhrimet e Atit, e pamën në zbulesa 14, Damka Bisha, figura e saj, rezistohet duke mbajtur urdhrimet e Atit. Ja ku kem se mos flasim thotë dikush, duke mbajtur urdhrimet e Atit dhe besimin tek Yeshua Mesia. Ja se reziston në këtë rast të shenjën e Bishës, shenjën, ndërkohë që ishin shenja, nuk i pamë që ishin shenja sabatet, festat e Atit. Shenja e mirë, festat e Tija, është një shenjë, është një beslidhje përjetshme që ju do të jetoni nëpërmjet tyre. Do vi orva e sprovës me të gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Është mësim më vete. Dhe ja, unë vi shpejt, thot mbaje fort, do vi shpejt, do vi Mesia vëlla motër. Do vi Mesia për lavditë të Tija. Dhe ja, unë vi shpejt, thot mbaje fort atë që ke, që të mos marrë ndokush kurorën tënde. Duke ruajtur festat e Atit, njeriu prej tyre do rroje, do mësohet, do ecë në rrugën e mirë, do gëzojë në qytetin e Tija, Jeruzalemin e ri. Kush fiton, vëlla motër, kur shikon fjalën kush fiton, kush reziston, po të rezistosh, po të qëndrosh, fiton apo jo, jene fitore. Por duke shkelu ligjin e Atit, nuk është fitim ajo, nuk është qëndresa ajo, duke refuzuar festat e Atit biblike, shumë prej ne sot nuk i shikojmë, nuk i gërmojmë. Vëlla motër, kemi marrë vitet tona të studimit, të gërmimit, për të ditur në këtë rast të karakterin e vërtetë të Atit çfarë ka thënë,
dhe jo në mashtrime teologjike seminare që na kanë dhënë në gjatë viteve, duke filluar me reformistët dhe me çdo manipulim të shkrimit, që kanë bërë. Ne kanë dhënë neve, merja ku është pjata ha. E ke parë çfarë ka në pjatë? Ke gërmuar në shkrimin? Këto gjëra praktikoi Mesia, mbajti në këtë rast Shën Valentini, mbajti vitin e ri pagan, kur Mesia kishte kalendarin e Atit. Kur mbante në këtë rast festat biblike, mbante Pashkën e Atit, Mesia vet, me apostujt, me familjen e tij të gjakut gjithashtu. Për 30 vjet mbajti me familjen e tij. Çdo vit shkonin, ta thot Luka, apo thot çdo vit shkonin prindet e tij për të mbajtur festën e Pashkës. Dhe ai e mbajti deri në vitin në këtë rast të 30 me familjen e tij, pastaj filloi shërbesën e tij për 3 vjet e mbajti me apostujt. Dhe aspektet e caktuara, në këtë rast ku ju të mbani Pashkën e Atit tim, tha, më kujtoni mua kur të merrni kupën, sepse është bestia e re që unë çfarë, apo nuk e pam pak në Jeremia 31, që unë ju futa, ju bashkova. Efesianë 2, nga 2 popull na bëri një, në këtë rast u afrua me anë të gjakut të Mesias. Dhe kemi akses në të njëjtën frymë tek Ati apo jo. Kush fiton, kush reziston, kush qëndron në këtë rast damkën. Sinagogat e Satanit po fliste pak më përpara, apo jo. Bisha. Unë do ta bëj shtyllën në tempullin e Elohimit tim. Shtyllën. Tempulli ku? Në 1000 vjeçarin që do ndërtohet Ezekieli 40 deri në 48, shko lexoje. Dhe ai nuk do të dalë më përjashta dhe do ta shkruaj mbi te emrin e Atit Elohim thot. Mesia thot do ta shkruaj në rast se zbaton, në këtë rast thot fjalët që po të them, urdhrimet e Atit thot të rezistosh. Dhe në këtë rast thot do të shkruaj emrin e Elohimit tim dhe emrin e qytetit të Elohimit tim. Lavdiemet të tija. Si hymë në qytetin e zbulesa 22, me anë të urdhrimeve të tija, me anë të besimit tek Jashua, normal, vë motër, ai është ndërmjetësuesi i besjes së re. Ai na bëri pjesë. Ai është fillimi lavdiatit i asaj bestive që në këtë rast na jep akses ndaj të mirës së Atit, ndaj premtimeve që ai po vjen, që po i sjell. Do ta shkruaj emrin tim, thotë, mbi të emrin e Elohimit tim, thotë. Dhe emrin e qytetit të Elohim të Jeruzalemit të ri, thotë që zbret nga qielli nga Elohimi im, dhe emrin tim të ri. Emrin tim të ri, emri tia i ri në këtë rast që askush nuk e di, thotë, përveç se kujt, shërbëtorët e tij që kanë ruajtur fjalën e tij, kanë zbatuar urdhrimet e Atit Elohim, kanë mbajtur fjalën dhe kanë rezistuar të ligun. Dhe mua më vjen çudi kur bëjmë atë ndarjen që Mesia na dha disa urdhrime dhe unë nuk kam nevojë të zbatoj urdhrimet e Atit. Por çfarë praktikoi Mesia vëlla motër? Sepse këto janë teologji, këto janë filozofi njerëzish. Janë mashtrime të kota që vetë Kolosianët na thonë, mos u gjykojnë thotë të huajt, paganët që mbanin kanë sakrificat e tyre, kanë sinagogat e tyre të Satanit në atë kohë ku ishin. Sepse kjo është një hija e gjëra që do vinë. Ku do vinë? Në 1000 vjeçarin, nga një sabat në tjetrin, nga një herë në tjetrën do vinë të adhurojnë mua, thot Jahve i ushtrive. Jeshaja, Isaia 66. Ne nuk i kemi shikuar shkrimet, nuk i lexojmë, të pamësuarit, të paqëndrueshmit, masandaj flasim gjëra që nuk janë biblike. E pam pak më përpara, ne zbulesa 14 që qëndrueshmëria e shenjtorëve, rezistenca ndaj damkës, ndaj shenjës së të ligut, vjen duke zbatuar urdhrimet e Atit Elohim dhe besimin tek Jashua. E pam edhe në njëjtën kohë aksesin hyrje në qytetin e ri që na jep zbulesa 22, që të mbajmë urdhrimet e Atit Elohim, ai që është Alefi dhe Tavi, fillimi dhe mbarimi, që të kemi akses ndaj drurit të jetës për të hyrë në portat e qytetit, ato portat e qytetit që Mesia vetë lavdiatit po të thotë, që në këtë rast duke mbajtur urdhrimet e Atit Elohim, thot, do të shkruaj emrin e Atit Elohimin tim, thot, dhe emrin e qytetit e Elohim. Lavdjemri tja, shkota kemi emrin e Atit Elohim, emrin e qytetit të Elohimit tim, thot, të Jeruzalemit të ri, thot. Gjithashtu ke dhe emrin tim, thot, do të jap, thot, dhe emrin tim të ri.
kur thot shkrimi që ai po zbret dhe kishte shkruar emrin e tij që askush nuk mund ta di. Ndërkohë thot për ata që në këtë rast qëndrojnë, rezistojnë ndaj damkës, ndaj bishës, mbajnë festat e Atit tim, urdhrimet e tija biblike, lavdjati, dhe jo pagane, jo në këtë rast sekte të ndryshme, idhujtarish, katolike, ortodokse, që janë në frymën e fallit, janë në frymën e vdekjes, luten të vdekurve, vjen ikona, ti duhet të dalësh prej tyre, të largohesh në këtë rast prej tyre. Le ta shikojmë dhe Isaian 56. Shiko çfarë thot shkrimi, që luma ai që i përmbahet, që respekton sabatin, dhe kjo është në 1000 vjeçarin, thot, pa e përdosur atë, thot, dhe masandaj thot, mos thot të biri çfarë i huaj që është bashkuar me Jahuen, thot, si u bashkuan në bestidjen e re, me anë të gjakut të Mesias. Bestidja e re që ishte vendosur për shtëpinë e Izraelit, apo jo, përgjithshme, masandaj kishin mbretërinë e veriut, mbretërinë e jugut ishte Juda, nga Mesia doli. Të mos thotë biri të huajt, ne ishin të huaj ndaj bestlidhjes, na thotë Efesianë 2 apo jo. Tani u bashkuan, thot, ata që përmbahen me vendosmëri në këtë rast bestlidhjes time, do t'i jap në shtëpinë time, ku? Në qytetin e ri. Brenda mureve të mia, thot, një vend dhe një emër. A nuk folën pak më përpara që Mesia do na jepte emrin e Atit, emrin e qytetit të ri, Jeruzalemit të ri, dhe emrin e tij të ri. Dhe çfarë thot Ati këtu nëpërmjet profetit të Isaias? Që duke zbatuar çfarë? Në këtë rast, duke respektuar sabatet e mia, festat e mia, thot, duke mos e përdosur sabatin e tij, thot, lum njeriu që në këtë rast nuk e përdos sabatin e tij, thot, do të jap çfarë? Brenda mureve të mia, thot, një vend dhe një emër. Në Jeruzalemin e ri, thot. Vite të huajve, prap flet në këtë rast për kombe që u bashkuan tani në bestidjen e re, thot, që janë bashkuar me Jahuen për të shërbyer. Ndërkohë në zbulesa 22 po flistim në këtë rast që ishte dhënë profecia, thot, nga engjëlli për apostullin Johanan Gjonin, që do të jepte për shërbëtorët apo jo. Ajo në këtë rast zbulesa ishte për profetët, shërbëtorët e tij. Kurse thot bitë e tyre, thot, që janë bashkuar me Jahuen, thot, për çfarë? Për ti shërbyer. Për ta dashur emrin e Jahut, për të qenë shërbëtor të tij, prap. Për të qenë shërbëtor të tij. Tërë ata që respektojnë çfarë? Tërë ata që anullojnë, apo tërë ata që respektojnë sabatin të shtun e tij pa e përdosur dhe duke përmbajtur me vendosmëri bestidhjes time, unë, thot, rezultati i kësaj do t'i çoj në malin tim të shenjtë, Jeruzalemin e ri, qytetin e ri. Do t'i jap brenda mureve të atij qytetit dhe një vend, po shkoj të përgatit një vend në këtë rast në shtëpinë e Atit tim apo jo, ku? Në Jeruzalemin e ri. Dhe ku unë atje do jem, tha Mesia, do jeni dhe juve. Ku do jetë Mesia? Nuk na e tha. Lavdime të tjera. A nuk na e tha që në zbulesa 22 që në vargjet e para, që në qytetin, në mes të qytetit të sheshit, kush ishte froni i Atit Elohim dhe i qingjit. Dhe nuk do ketë asnjë mallkim, thot, thot, do në te, ku në qytetin e ri, në Jeruzalemin e ri, që do zbresi, lavdiati do t'i jetë çfarë? Froni i Elohim dhe froni i qingjit. Dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë, dhe e pam në Jesaja 56 që çfarë? Ata që donin emrin e tij, që në këtë rast çfarë? Do t'i shërbenin për të qenë shërbëtorë të tij, do respektojnë sabatin tim, thot, pa e përdosur, thot, do t'i mbajnë me vendosmëri besëlidhjes time, unë do t'i çoj në atë qytet, në malin tim të shenjtë, vëlla motër, mali i tij i shenjtë në këtë rast është një emër tjetër për të thënë Jeruzalemi i ri, për shumë herë përmendet Sioni, në këtë rast Jeruzalemi i ri, mali i tim. Këto janë emra që përdoren në këtë rast në librat të saktuar. Për të njëjtët çfarë? Për të njëjtët fjalë që është Jeruzalemi i ri, qyteti i ri që po zbret lavdjatin.
Dhe do t'i mbush me gëzim në shtëpinë time të lutjes, lavdjatit. Holokaustet e tyre, frimet e tyre do të pëlqejnë mbi altarin tim, sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje për të gjithë popujt, lavdjatit. E le më janë, sepse ne kemi tempullin që do ndërtohet në atë ditë, kemi një priftëri që do jetë aktive. Dhe kryeprifti më i lartë masandaj do t'i drejtoj bijtë e Zadokut me gjithë levitët në atë ditë, në 1 vjeçarin. Është një mësim më vete. Sabati është berë për njeriu, vllai motë, po ta thotë vetë. Kush? Mbreti lavdisë. Sabati është berë për njeriu. Po të shikosh fjalën berë, ginomai nga greqishtja, nga leksikoni, të behet, të vinë ekzistencë, të fillojë, të jetë, të marrë qenie, të ndodhë, të ngrihet, të shfaqet, të dalë në skenë, për të berë, për të kompletuar. Është një sabat i mrekullive, për të kryer. Shikon ti në ekranin tënd, vlla motër, në diçka që anullohet apo në diçka të tillë? Shikon në një diçka të tillë? Çfarë shkrimi thotë? Ja, po afroj pak se nuk ekziston një gjë e tillë. Vëse po ta zënsosh fjalën bere, që është ginomai nga greqishtja e vjetër, sabati është në këtë rast ka ardhur në ekzistencë, filloi të jetë për njeriu në zbulesa 2. Në Zarafilla 2. Sabati në këtë rast ndodhi për njeriu, u ngrit për njeriu, u shfaq në histori për njeriu, doli në skenë për njeriu, u kompletua për njeriu, është një mrekulli për njeriu, u krye për njeriu. Njeriu është fokusi në atë ditë. Prandaj thos Mesia që i thotë në këto sekteve të ndryshme, ata që zbatonin gjërat jo biblike, kishin etrit e tyre, kishin traditat e tyre. Kur Mesia në këtë rast shëronte në sabat, ata i qunin puna të shërim. Kur Mesia thotë që kur bie kafsha jua në gropë, ju vjen e shpëtoni, për ju nuk qen ka punë, të rejo punë për ta trequr, për ta nxjerrë nga gropa, për ju nuk qen ka punë, sepse e shpëtuat jetën e kafshës. Do të thënë, njeriu qen ka më i vlefshëm se kafsha? Ky ishte konteksti që Mesia po thoshte. Dhe kur apostujt thyenin kallinjt dhe shikon, po thyen sabatin apostujt e tu, ti po e mëson keq, në më thënë, dhe ti po e thonin indirekt Mesiasit, dhe shikon, dhe ti po thyen sabatin, dhe ti e me mëkat, ndërkohë Mesia thot, ju hipokritë, sepse ai thevi kallinin që ka një akt, që ka një gest pune ajo, ai e thevi sepse donte të hante, nuk e dini thot që Davidi hyri brenda në templin, dhe hengi nga buka e shfaqjes që nuk u lejoheshe në këtë rast të hashe të tjerëve përveçse në këtë rast të priftërinjve. E kështë fjalën që Davidi ishte uritur në të rejtë, ishte jeta e tij në atë moment, dhe hyri brenda dhe hengri për asaj bukës. Dhe ka gjëra në këtë rast thoshte që është njeriu, thotë që është prioritet në ditën e sabatit. Kurse sekte në këtë rast fetare, judaizmi i atëshëm dhe vazhdon akoma sot, nuk përbenin urdhrimet e Antit vëlla motër, nuk përbenin festat e vërteta, kanë shtuar gjëra, kanë hequr gjëra prej festave. Ata mund të thonë që ne zbatojmë sabatin. Ti shikon që mbajnë thekët, ku shikon në judejnë në përbotë. Por në këtë rast, në atë parë nuk kanë atë manushaqe që do të jetë nga pijet e tyre. Përse? Sepse këto traditat e ejtërve të tyre i kanë mbajtur peng. Ato janë ortodoksët të rabintë, në këtë rast të judejnë, jo ortodoksët të katolikë, tjetër, kanë ortodoksë që janë ata judaizmi i në këtë rast i asaj kohe që Mesia u përball. Shumë prej traditave që ata praktikojnë sot e kësaj dite nuk janë biblike. Shikojmë çfarë thotë në këtë rast beslidhja e parë, shikojmë beslidhjen e re, lavdjatit, dhe shikojmë Mesia çfarë na tha, lavdjatit dhe i praktikojmë. Mbajmë festat e Antit, në ato festa Mesia do shfaqet. Kur ta thot vetëm mbreti lavdisë, sabati është berë për njeriu. Ai tha është anulluar, nuk është më pa është berë, tha, është vendosur, është shfaqur, është kompletuar, është një mrekulli, ka ardhur në ekzistencë për njeriu, që njeriu të jetë prioritet. Ja, atë që po të, nëse kjo është një mësim vetë, por atë që po thesha pak më përpara, vëlla motër. Ne Yohanan, është emri i tij vërtet, në para Yohanan 5:3, para Gjonit 5:3.
Kjo është dashuria e Atit Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e Atit Elohim dhe urdhrimet e tija nuk janë të rënda. Tani, pyetja ime, vëlla motër, për ty dhe për mua. Tani, këtë varg që të thotë që të zbatojmë urdhrimet e tija, të Atit Elohim, se kjo është dashuria e vërtetë. Këto janë në këtë rast ti kshu e shpreh emocionet e vërteta ndaj shpëtimtarit tënd, Jahu Elohim që të dha në gjakun e Mesias. Tani pyetja qëndron, kush ja dha vëlla motër? Kush i tha këto vargje, nëse në këtë rast e ke ti në ekran? Vargun që shikon ti në ekran, pak në këtë rast, kush foli për këto gjëra? Kush ja dha? Kush foli? A nuk ja dha Mesia Jashua në këtë rast që i fliste në këtë rast apostullit Gjonit, Johananit? Kur Mesia po të thotë që dashuria e Atit Elohim që është të zbatojmë urdhrimet e tija dhe nuk janë të rënda. Mbreti lavdisë, Mesia Jashua, Krishti në këtë rast po të thotë që zbato urdhrimet e Atit Elohim dhe nuk janë të rënda. Fryma e shenjtë që foli nëpërmjet të apostullit në këtë rast në vargun që ti shikon, po ta thotë, hapurazi, që të zbatojmë urdhrimet e Atit që ishin dhënë në beslidhjen e parë, urdhrimet e tija cilat janë, urdhrimet e tija që shikon në dhjatën e vjetër që themi neve, lavdimit të tija. Kur shikojmë dhe atë miqësinë, le të shikojmë miqësinë në këtë rast e kishës së rafinuar, të plotë, atëre kur kemi jo hebrejtë me hebrejtë në besim tek Jashua, çfarë thotë Jakovi këtu ja? Ne veprat 15 që është një fortesë për shumë për jush. Por fakti është që nuk shkojmë në çik në vargu 21. Ai vargu 21 rrëzon shumë struktura të Bishës, shumë struktura të Babilonisë. Di pse? Sepse tim, vlla, me motër ndoshta nuk je në djeni, por po të pyesësh pastorin tënd, neve do të ham shëndetshëm, do të mbajmë ligjet etike, ai do thotë jo, sepse ato gjëra ishin për judejnë, do mbajmë festat biblike, jo, sepse kjo është shenja e Bishës. Tani, kur miqësia atere që kemi jo hebrejnë që ishim neve, jo hebrejnë që kthehen tek Ati Elohim, Jakovi po thotë që duhet të mbajnë fillimisht to 4 gjëra të heqin dorën nga ndotjet e idhujve, kurvëria, gjërat e mbytura dhe nga gjaku. Pastaj një pastor, një drejtues pyete në këtë rast, dërgoi një mesazh. Vazhdon në vargu 21 ku miqësonte në këtë rast kisha ateshme. Që Mesia erdhi për të restauruar 12 fiset e Izraelit. Që akoma po vazhdon t'i bejë. Akoma vazhdon të trokasin në zemrat e tyre kudo që ka ndar Ati. Tani, vargu 21 thotë, ata jo hebrejnë në këtë rast që nuk ishin të Izraelit, thotë, po çfarë kanë besuar, janë kthyer tek Ati Elohim, si u kthyen në anë të besimit tek Jashua. Le të thuhet të heqin dorë për këtyre 4 gjërave. Pastaj çfarë do bëjnë? Sepse dhe nga ana leksikore çdo njeri që ka një kapacitet në këtë rast të thuash një ndërgjegje të mirë, realizon kur shikon fjalën sepse me njerë duhet të vijë në mendje që diçka më përpara ishte shkruar, që ka lidhje me atë fjalinë pak më përpara. Fjalia pak më përpara po thoshte apostulli Jakovi që po të thotë në vargu 25 të zbatojmë ligjin e përsosur që na jep liri, në të njëjtën kontekst në vepra 15 po të thotë. Sepse thotë, Mojsiu thotë, ka që nga kohët e lashtra, ka njerëz që të cilën çfarë e predikojnë atë. E predikojnë në këtë rast të ligjin e Mojsiu që ati kishte dhënë. Apo jo? Le të mbajnë këto 4 gjëra, masandaj çfarë? Që nga kohët e lashtra thotë, ju duhet dini thotë që çfarë ligji i Mojsiut po predikohet ku? Duke qenë i lexuar çdo sabat, vëlla motër, në sinagogat që në këtë rast ishte miqësia e kishës së atëshme, kur kemi në këtë rast izraelitët që besuan tek Mesia, se mira për tyre, veprat 21 thotë, shiko vëlla, po i thot apostulli Shaul Pali, thot, a shikon vëlla sa mira juden që kanë besuar tek Mesia, thot janë me zell ndaj ligjit, thot.
A i ke shikuar, dhe ja ku i ke në këtë rast miqësinë e atërshme, që ishin në këtë rast çdo sabat në sinagoga në këtë rast. Kjo ishte mbas tempullit. Mbas tempullit që vazhdonte të ishte miqësia. Kur kemi deklarime të tilla, që dhe fryma masandaj thotë, në këtë rast e ka dëshmuar që fillimisht thotë nuk mund t'i ngarkoj me një barë, thotë, në këtë rast njerëzve që bëni këtë, do t'i mësojnë, thotë, ku çdo sabat, thotë, në sinagoga, sepse Mojsiu ka akoma njerëz që predikojnë atë, janë ulur në këtë rast në atë katedrën e Mojsiut, apo jo? Përse tha Mesia që zbatoni dhe beni në këtë rast çfarë ju thonë ata që janë ulur në katedrën e Mojsiut, ata që predikojnë në ligjin e Atit që dha Mojsiu, thotë. Por mos beni siç bëjnë, tha, masandaj manipulojnë gjërat jashtë, tha. Duan vendet e mira, duan të zgjatin, tha, pekët e tyre të duken nga njerëzit, tha, duan pasuri, të thotë gjërat e tilla, tha. Ata thotë mos zbatoni gjërat të tilla. Por çfarë thot urdhrimi, çfarë thot ligji i Mojsiut, beni, thotë. Ne thot vetë hapur asi, mbreti lavdisë. Apo këto vargje masandaj nuk i shkroi fryma e shenjtë? Nuk i dha mbreti lavdisë që fliste me apostujt e tij, që kishte lënë? Ka një kontekst gjithmonë, vëlla motër, ka një ndarje që neve duhet të bëjmë, duhet të shikojmë çfarë ndodhte në atë kohë, kush ishin në sekte të ndryshme, çfarë ishin apostujt. Apostujt ishin të influencuar çikën për judaizmit. Mesia erdhi t'i pastronte në këtë rast për të sjellën në këtë rast rregullin, harmoninë e shkrimit, urdhrimet dhe festat e Atit të vërteta. Ky është konteksti, ky ka qenë gjithmonë konteksti në shkrimin, por disa prej nesh nuk e kanë parë akoma. Okej, vllai po mundohet që ti të shikosh dhe të mos drejtohesh nga mësues të rremët. Të shikosh shkrimin, ta ndash në këtë rast drejtësisht, sepse në të gjithë letrat e apostujve flitet për urdhrimet, flitet për harmoninë, ligji ti është i mirë nëse ne e përdorim siç duhet, thotë në Timoteu, apo jo. Këto vargje nuk na hyn më në funksion, apo jo. Atë që thash pak më përpara, i afrohet dikush dhe thotë mësues i mirë. Çfarë duhet të bëj që të kemi jetën e përjetshme, që të hyjë në portat e qytetit të Jeruzalemit të ri? Shiko çfarë pyetje ndodhi në Mateu. Mateu, në Besëlidhje re. Dhe ai i tha, përse më quan të mirë, thotë. Nuk është asnjë mirë, thotë, përveç se një të vetmit Elohim, thotë. Ndërkohë ishte i bindur në Hebrejnë të 5, Mesia ishte i bindur në këtë rast, u bind nga gjërat që pësoi dhe i thirri me përgjërim dhe me lutje, me qarje. Kujt i thirri? Atit Elohim që ai ta ringjallte. Apo këto gjëra nuk hyn në veshin e dikujt. Hebrejnë të 5. Qabi në këtë rast ishte me frikë dhe me dridhje që Atit Elohim ta ringjallte prej të vdekuris. E thot shkrimi, ja, dakor se ndoshta dikush prej jush masandaj thonë, po vlla çan këto gjëra që po thua. E di pse janë ato vargje vlla motër që na vejnë neve përgjegjësinë tonë akoma më thellë. Kur Mesia Jashua thirri dhe qau me përgjërim dhe me lutje, ai që ishte në gjendje të ta shpëtonte nga vdekja, çfarë ti dhe unë duhet të bëjmë? Okej, në vargu 5, dhe kështu Mesia Krishti thotë nuk e përvesoja i vetë lavdinë që të bëhet kryeprift. Por ja dha ai që i tha, ai ja dha kush? Ati Elohim, thotë ti je i mbir sot ti më linde. Dhe ashtu siç thuhet diku gjë tjetër, thotë diku gjetiu, ti je prift për jetë sipas rendit të Melkisedekut. Kryeprifti jon, ndërmjetësuesi jon, sepse atë detyrë kishte kryeprifti të ndërmjetësonte midis popullit dhe Atit. Lavdjate, siç Mesia qëndron të djathtën e tij tani, duke ndërmjetësuar për neve lavdjatit, për shkeljet që neve bëjmë dhe nuk do t'i bëjmë, por asnjëri për nesh nuk është i përsosur akoma. I cili thot tani për Mesia, thot i cili në ditën e mishit të tija, kur ishte në trup njeriu, thot në mishin e tija, me klithma të larta dhe lot, çfarë bëri? I ofroi lutje dhe urata atij,
që mund ta shpëtonte nga vdekja. Me klithma të larta dhe me lot, I ofroi lutje dhe urata atij që mund ta shpëtonte nga vdekja. Kjo ishte lutja e tij. Mos ishte lutja e tij që në këtë rast primare që çfarë do të bëj në jetën time, apo cila është thirrja ime, apo çfarë do të ha, çfarë kam për të ngrënë, apo shiko kjo gjë nuk po më del. Lutja e tij ishte që mund ta shpëtonte nga vdekja. Vlla motër, ta shpëtonte nga vdekja e dytë. Për ta ringjallur, nuk beshe fjalë sepse ishte para përcaktuar për të vdekur në kryq, po ishte që të mund ta shpëtonte nga ringjallja. Dhe u dëgjua për çfarë? U dëgjua për shkak të çfarë? U dëgjua për shkak të frikës së tij nga Elohim, për shkak të nderit, për shkak të zbatimit të urdhrimeve që ai mbante, ecja në drejtësi që kishte, ishte pa mëkat, pa njolla, pa të meta, nuk u gjente asnjë fjalë e çorditur në gojën e tij apo jo. Dhe si rezultat ai u dëgjua, si rezultat I bindjes për shkak të frikës së tij nga Elohim, ai u dëgjua. Dhe ne mund të dëgjojmë në jetën tonë, në qoftë se kemi frikë atin Elohim dhe zbatojmë urdhrimet e tij. Dhe kjo është tërësia e njeriu. Na thot predikuesi 12-13 të vëlla motër. Kjo është tërësia e njeriu, kjo është prioriteti tënd. Ti kërkosh urdhrimet e tij, festat e tij biblike, si llogaritet kalendari biblik, dhe vllaja ka kalendarin biblik, por kush nga ju dëshiron të njohë të vërtetën e kalendarit biblik? Si llogaritet, si për disa për ju normal që kanë, por është në këtë rast në funksion, është I përgatitur. Në qoftë se ke një zemër, në këtë rast të flasim. Edhe se ishte birë, çfarë bëri ai mësoi të ishte bindur nga gjërat që ai pësoi. Dhe se ishte birë, mësoi të ishte I bindur nga gjërat që pësoi. Mësoi, në këtë rast, nga gjëra që ai kalonte, dhe masandaj gjente forcën tek ati, shkonte tek ai, e forconte ai, e drejtonte ai. Në këtë botë do keni shumë mundime, dhe do kemi, masandaj që si tha, por unë e kam, të rast e kam poshtur këtë sistem të bishës së Babilonisë, me anë të ringjalljes time, tha që në këtë rast dëshiroj të ringjall ty, thotë vetë Mesia në atë ditë që ti jesh në portat e qytetit tim kur unë do jem kryeprift brenda, thotë në Jeruzalemin e ri. A nuk do zbrejsi në këtë rast kemtë e ti në malin e ullinjve apo jo? Në malin e ullinjve do zbrejsi lavdiati, masandaj do hapet toka, do çahet toka aty. Dhe pastaj ka disa si thua struktura toka që do pësojë, disa gjëra që do pësojë, disa ndryshime për para se të zbrejsi qyteti. Kur ai do zbrejsi, do në këtë rast do gjykoj mbretit e dheut. Neve në këtë rast për ata që ka vendosur të denjë, mbas mundimit të madh para zemërimit të Atit që do derdhet mbi kombet, ne në këtë rast do kemi shkëputjen që thot Pali, apostulli Shaul, për marrjen e trupit hynor, masandaj do na mbajë në këtë rast në jashtë zemërimit Ati, dhe më vonë masandaj kur ai do të ke vendosur mbretërinë e tij, do zbresim në qytetin e tij me trupin hynor siç Mesia ka. Edhe se ishte birë, mësoj të ishte bindur nga gjërat që ai pësoi, mësoi. Dhe unë të mati që ne të mësojmë nga situatat që neve kalojmë. Njeriu paralajmërohet në shtratin e dhimbjeve të vet, thot Jakobi, Jobi, sepse kishte mëkatuar ndaj Atit, dhe kur na vjen sëmundjet, dhe vëlla motër, lutem Atit që ta kuptosh që çdo sëmundje që vjen Ati ka lejuar sepse po të sjell tupën e tij. Që të kuptosh sepse të mësosh për gjërave që kalon. A nuk mësoi apostulli Shaul Pali? Në para Korintasve 2 besoj. Saqë dhe jeta jonë thot ishte në mes thot. Që mos e vendosim besimin tek vetja apo te Ati që ringjall të vdekurit. Dhe Mesia këtu në këtë rast po I fronte lutje dhe urata që mund ta shpëtonte nga vdekja,
nga vdekja e dytë. Dhe si u bej përkryer, thot, si u ringjall, për sosmëria, si u ringjall, thot, ai thot, u bë veprojnësi i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që i binden. E di që në qike e shokuse për shumë për jush që jeni mësuar në një mënyrë. Mesia Jashua në këtë rast është veprojnësi i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që i binden. Në këtë rast do ringjalli ata që i binden Atit dhe të Birit në frymën e shenjtë. Është në këtë rast veprojnësi autori i shpëtimit për ata që i binden. Prandaj në Gjoni 3:36 apo e përmenda, ata që në këtë rast nuk i binden, zemërimi i Atit qëndron mbi ta. Duke qenë shpallur krye prift nga Elohim, sipas rendit të Melkisedekut, është një mësim i vetë. Melkisedeku në këtë rast ishte një prift, një krye prift i atëshëm në kohën e Abrahamit, dhe janë disa dinamika që shumë mendojnë, masandaj disa gjëra të tjera, por nëse do t'i shikojmë. Lavdi emrit të Tij. Do vazhdojmë në pjesa e tretë, sepse ky mësim do ndahet në YouTube dhe do të shikoni pjesën e parë, pjesën e dytë, dhe ndoshta mund të jetë një pjesë të shikojmë pjesën e dytë në këto ditë që do vi. Vlla motër, merr përgjegjësinë tënde të zbatosh urdhrimet, festat të Atit, sabatin e Tij. Është e mundur, nuk janë të rënda. Kanë me miliona vëllezëra motra mbar botës që ponderojnë në gjakun e beslidhjes me të cilën Ati fillimisht na veçoi, në këtë rast na shenjtëroi, thot shkrimi në Hebrejnë 10. Unë lutem Atit që zemra jote në këtë rast të marri për asaj që po dëgjon dhe ta praktikosh në jetën tënde. Në të mirën e mundshme. Je në shumë asamblej që nuk praktikojnë festat, urdhrimet e Tij. Mos e bëj atë vend në këtë rast të kryesor, apo vetëm ky vend është dhe vëlla çfarë të bëj. Ka kohë që Ati në këtë rast po flet, po thërret, ka dalë fjala 2 herë në këtë rast që doli për Shqipërinë. Shumë prej tyre normal që bisha e Romës nuk e pranon fjalën e Atit, nuk duan të marrin prej urdhrimeve dhe ato të hapurazi, Romakët 8, që mendja mëshore që çon në vdekje nuk do t'i nënshtrohet ligjit, festave të Atit, urdhrimeve, sabatit të Tij. Në mendje mëshore nuk zbatojmë urdhrimet e Atit. Ajo ecje nuk është e pëlqyer përpara Atit. Zemra që do me gjithë zemër dhe do të zbatosh urdhrimet e Tij, fillon të mësosh, të shikosh për shkrimit. Largohu prej seminareve, prej teologjive mishore që kanë anulluar ligjin. Mëso shkrimin, lexoje për veten tënde, shpenzo kohë me Atin dhe masandaj fryma që është mësuesi i vërtetë do të tregojë në rrugën që duhet ecësh. Për lavdi të Tij.